Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Sot do të flasim për një eksperiencë të re kulturore, kulinare dhe edukative, e cila ka bashkuar të rinj nga Shqipëria me të rinjt italian në kuadër të edicionit të 10 të javës së kuzhinës italiane në botë. Një iniciativë që nuk solli vetëm receta tradicionale italiane, por krijoi ura miqësie, bashkëpunimi dhe shërbimi kulturor mes 3 institucioneve arsimora: Shkollës Profesionale Shërbime, Gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe gjithashtu Institutit Srinier në Udine, Itali. Tani miq, do të ndjekemi material rreth këtij aktiviteti. Ndiheni. Në kuadër të javës së kuzhinës italiane në botë, aktivitetet kulinare në Korçë vijuan në ambientet e Gjimnazit Themistokli Gërmenji, ku prezantuan receta tradicionale italiane dhe produkte të veçanta të kuzhinës mesjetare me fokus në specialitetet friuliane. Nxënës të Shkollës Profesionale Shërbime të Gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe të Institutit Stringer në Udine bashkëpunuan në përgatitjen e gatimeve, duke shkëmbyer teknika, eksperienca dhe njohuri mbi kulturën gastronomike të dy vendeve. Organizuam këtë aktivitet në nderim të javës së kuzhinës italiane, sepse kjo nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin dhe gatimin, por lidhet me kulturën dhe me traditën italiane. Menduam që kësaj here të mos ishte një veprimtari e thjeshtë, por ta shihnim edhe në këndvështrimin e një aktiviteti trajnues dhe edukativ për nxënësit e të dy vendeve. Gjatë aktivitetit u prezantuan gatime dhe varietete të ndryshme verrash, të cilat pasqyrojnë jo vetëm shijen, por edhe historinë dhe identitetin kulturor të Italisë. Aktiviteti i këtyre ditëve është themelor pikërisht për ta bërë vendin tuaj të njohur me cilësinë e produkteve tipike të rajonit Friuli Venezia Giulia dhe për kushtimin që prodhuesit i kushtojnë produkteve të tyre. Kuzhina friulane është pak e njohur dhe ne përpiqemi ta përhapim atë përmes këtyre aktiviteteve dhe për këtë arsye kemi sjellë disa prej produkteve më të mira të këtij rajoni. Ky aktivitet i organizuar në bashkëpunim me ambasadën italiane u shndërrua në një hapësirë të shkëmbimit kulturor dhe ndërveprimit mes të rinjve shqiptar dhe italian. Pasi kemi ndjekur materialin, jemi këtu në studio me nxënësen Hamdiona Tërolli, të Gjimnazit Themistokli Gërmenji. Përshëndetje Jona. Përshëndetje. Ndërkohë në studion paralele kemi të ftuar drejtorin e Institutit Stringer, Cirio Ciotola, dhe gjithashtu edhe mësuesit Alessandro Pareschi, Andrea Perone dhe Manuela Del Tore. Përshëndetje. Ciao. Ciao. Si e përjetuat ju këtë eksperiencë në Korçë dhe çfarë ju impresionoi më shumë të nxënësit shqiptar? Come è stata per voi questa esperienza a Korçë e cosa vi ha impressionato di più conoscendo gli studenti albanesi? Buongiorno a tutti, io sono il dirigente scolastico Ciro Ciotola, sono il dirigente dell'ISIS Stringer di Udine, una scuola con indirizzo turistico che raccoglie anche, diciamo così, il ramo dell'hotellerie e siamo la scuola più importante per quanto riguarda l'hotellerie in ambito regionale e contiamo circa 1000 studenti, e per cui rappresentiamo un po' il riferimento della nostra regione. Ecco, oggi, prima di passare a rispondere alla domanda, ecco, oggi sono qui a Korçë con i docenti che fanno parte di questa delegazione arrivata a Korçë. Vorrei presentarveli. Sono la professoressa Manuela Del Torre, professoressa della disciplina Scienze degli Alimenti, nonché PhD di Scienze degli Alimenti, il professor Andrea Perrone, chef cucina e pasticceria, il professor Alessandro Pareschi, docente di sala e vendita, nonché coordinatore didattico dell'AIS Friuli Venezia Giulia, cioè dell'Associazione Italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia. Per cui la delegazione diciamo venuta qui a Korçë è una delegazione anche abbastanza, diciamo così, significativa da un punto di vista turistico e soprattutto dell'hotellerie. Detto questo, a noi è fatto molto piacere essere qui a Korçë per festeggiare la settimana della cucina italiana
con un popolo amico. Il popolo albanese, di cui questa amicizia è sempre più forte grazie anche ai legami che attualmente sono stati rinforzati dal nostro primo ministro Giorgia Meloni e il vostro primo ministro Edi Rama. Tornando alla domanda, siamo rimasti molto, diciamo così, affascinati da una città molto, molto bella, ospitale, e soprattutto da una scuola con ragazzi molto preparati che ci hanno seguito in questi giorni, dandoci una mano a preparare le attività che erano state programmate. Atëherë, drejtori I Institutit Bonaldo Stringer, zoti Cirio Çotola, dëshiron që fillimisht të prezantoj pak edhe shkollën prej nga ai vjen, shkollën të cilën ai drejton. Është pikërisht për Instituti Bonaldo Stringer I Udine, shkolla me drejtimin turistik, ashtu siç është edhe shkolla profesionale këtu në qytetin e Korçës. Është shkolla më e madhe në Udine, për sa I përket këtij drejtimi, me rreth 1000 student dhe një nga më të rëndësishmet në qytetin e Udinës, dhe dëshiron që të prezantoj së bashku edhe delegacioni me të cilin ai ka erdhur. Kemi profesoreshën Manuela Detore, është profesore për sa I përket shkencave ushqimore. Kemi më pas profesorin Alessandro Pareschi, është profesor në pjesën e mënyrës së shtrimit të tavolinave dhe të pjesës së barë, gjithashtu dhe një nga personat, një nga degustuesit më të mirë të verave në të gjithë Italinë, në nivel nacional. Pra, kemi gjithashtu edhe profesorin tjetër, profesor Perone, është shef kuzhine dhe pasticcerie. Drejtori I shkollës, zoti Cirio Çotola, dëshiron që të thotë edhe disa fjalë në lidhje me se sa rëndësishme ka qenë për Institutin Bonaldo Stringer pikërisht ky bashkëpunim me shkollën. Ishte një kënaqësi që ata të bashkëpunonin me shkollën, me gjimnazin Themistokli Gërmenji, së bashku edhe me shkollën profesionale të shërbimeve. Në të dy shkollat janë ndier shumë mirë, të njihen me nxënës shumë të përgatitur, të cilat I kanë ndjekur dhe I kanë ndihmuar gjatë aktiviteteve të organizuara gjatë kësaj dite, dhe janë shumë të lumtur për mikpritjen dhe për të gjithë organizimin që është bërë në qytetin e vogël të Korçës. Janë shumë të lumtur që të jenë këtu dhe ka qenë një kënaqësi shumë të madhe për ta që të jenë pjesë e këtij projekti në edicionin e 10 të javës së kuzhinës italiane në botë. Si ka lindur ideja për të realizuar këtë bashkëpunim mes 3 shkollave në Shqipëri dhe në Itali? Come è nata l'idea per questa collaborazione tra le 3 scuole in Albania e in Italia? Ecco, l'idea c'è stata proposta dalla prof Mormone e noi abbiamo subito accettato l'idea di festeggiare l'evento della settimana della cucina italiana nel mondo proprio qui a Korçë. L'istituto per cui ha messo a disposizione propri fondi per essere qui a Korçë e abbiamo avuto la disponibilità dei produttori del territorio, da parte dei produttori del territorio, per avere I prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia che abbiamo portato qui personalmente in Korçë e che sono stati gli elementi di base del nostro evento, quindi dell'attività di degustazione sia per quanto riguarda la cucina sia per quanto riguarda l'enogastronomia. Ecco, il professor Perrone che qui di fianco ha trasformato questi ottimi prodotti producendo un menù di alto livello, mentre il prof Pareschi proprio a breve sarà protagonista di un evento di degustazione dei vini friulani, mentre la prof Del Torre si è spesa a introdurre sia l'ambito storico, cioè il filo storico che c'era stato proposto, cioè la cucina nel Medioevo, e sia dando una panoramica di quella che è la normativa HCCP, la normativa di sicurezza nel settore alimentare. Profesor Çotola thot se në momentin që profesoresha Mormone, profesore dhe koordinatore për qytetin e Korçës për seksionin dëgjues, ka dhënë idenë këtij bashkëpunimi, ata kanë pranuar menjëherë
dhe ishin shumë të lumtur që të festonin javën e kuzhinës italiane në botë këtu në qytetin e Korçës. Ata kanë biseduar menjëherë me bizneset vendase për të mundur të sjellin këtu në Korçë pikërisht produkte tipike dhe produkte vendase nga rajoni i Friuli Venezia Giulias në Itali. Dhe më pas ka qenë pikërisht profesor Andrea Perone, ai i cili është shefi i kuzhinës, që është marrë me përgatitjen e të gjitha pjatave, të cilat janë servir dhe janë degustuar nga të gjithë nxënësit e gjimnazit Themistokli Kërmenji, shkollës së shërbimeve dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm. Përveç kësaj kemi edhe profesor Pareskin, siç e prezantuam, që është një nga somelierët më të mirë, dhe ai organizoi një aktivitet të dedikuar degustimit të verave nga pikërisht kjo zonë, zona e Friuli Venezia Giulias, ndër shumë të ftuar të tjerë, dhe kemi dhe profesoresa Manuela Dertori, e cila u kujdes që të prezantonte për të gjithë ne nxënësit një panoramik për kuzhinën në mesjet dhe mbi të gjitha për normativën HACCP, një normative detyruar nga Bashkimi Evropian për të gjitha aktivitetet e bareve dhe të restoranteve, për të siguruar kjo sigurinë ushqimore. Në aspektin profesional, çfarë përfaqëson ky bashkëpunim në Institutin Strehner? Nell'aspetto professionale, cosa significa questa collaborazione con l'Istituto Stringer e la Scuola Themistokli Kërmenji e la Scuola Professionale di Shërbime? Beh, diciamo noi siamo qui oltre ovviamente per festeggiare l'evento, ma anche per diciamo così, costruire un ponte con le scuole che ci hanno ospitato, per cui come si dice in Italia, per realizzare un gemellaggio con queste scuole, quindi un'attività anche di scambio tra gli allievi e i docenti delle 3 scuole che sono state coinvolte nell'evento. E questo diciamo anche nell'obiettivo di rafforzare anche per quanto riguarda l'Albania quelle che sono le caratteristiche e le richieste che si stanno affacciando nel vostro paese in ambito turistico. Ecco, l'Albania sta diventando sempre di più un paese a forte vocazione turistica e per cui ci piacerebbe anche collaborare con le vostre scuole anche per, diciamo così, condividere con voi quelle che sono le nostre esperienze consolidate ormai già da anni. Është një kënaqësi shumë e madhe që ne të bashkëpunojmë me Gjimnazin Themistokli Kërmenji dhe me Shkollën Profesionale të Shërbimeve për të krijuar pikërisht ura lidhësit dhe pse jo për të krijuar edhe mundësinë e bashkëpunimeve dhe e binjakëzimeve të tjera të mundshme në të ardhmen. Gjithashtu duke qenë se vendi jonë është një vend që rritjen turistike e ka shumë të madhe, pse jo profesor Çotola thotë se është shumë kënaqësi për ta që të mund të sjellin eksperiencat e tyre pikërisht në fushën turistike, të cilat dhe ne si vend mund të aplikojmë dhe ne si shkollat të cilat ishin pjesë mund të marrin shembull për t'i vënë në zbatim. Një pyetje për mësuesit. Çfarë ndryshimesh vini re mes mësimdhënies në Itali dhe asaj në Shqipëri? Una domanda per i professori. Qual è secondo voi la differenza nell'istruzione tra l'Albania e l'Italia? Ecco, faccio rispondere la prof Manuela Del Torre, che sicuramente darà le giuste informazioni. Allora io ho lavorato in classe praticamente in questi giorni con i ragazzi, a differenza dei miei colleghi che li hanno visti un pochino di più nelle attività pratiche, quindi forse su quello diranno qualcosa. I ragazzi sono gli stessi, l'età dei ragazzi che noi che abbiamo in Italia, insomma, in cui insegno io, il livello è lo stesso. Sono in alcuni casi più entusiasti, più coraggiosi nelle domande, si lasciano coinvolgere, altri secondo la loro indole magari un pochino più riservati. Mi ha fatto molto piacere avere un'utenza ampia di ragazzi che l'italiano lo masticavano, lo capivano, oppure magari in maniera più timida anche si rivolgevano a noi sì, questo mi ha sorpreso perché credevo che non fosse così diffusa la lingua italiana, quindi è stata veramente una bella sorpresa.
Përgjigjen e pyetjes e marrim nga profesoresa Manuela Del Tore, ajo e cila gjatë këtyre ditëve ka pasur mundësinë që nxënësit tanë shqiptar të shohë më shumë në klasë sa profesorët e tjerë që i kanë parë në aktivitete më praktike, dhe profesorja thotë që mosha edhe niveli i nxënësve është njësoj si ai në Itali. E ka surprizuar fakti se sa e përhapur është njohja e gjuhës italiane, se sa shumë nxënës arrinin që të kuptonin atë se çfarë profesorja dhe profesorët e tjerë ishin duke folur, ishin duke shpjeguar, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur për të shihje se si nxënësit tanë, nxënësit shqiptar nuk ishin të ndrojtur për të bërë pyetje, ishin entuziast në fakt për të bërë pyetje, për të drejtuar jo vetëm asaj, por të gjithë profesorëve të tjerë, ndryshe nga ndonjëherë disa nxënës mund të jenë pak të ndrojtur në Itali, por pikërisht kjo pjesa e lirshmërisë që ne kishim për të drejtuar pyetje, për të shuar kurreshtin tonë, ka qenë diçka që i ka bërë vërtet shumë përshtypje. Po sfidat dhe momentet më emocionuesme gjatë organizimit të këtij aktiviteti, cilat ishin? E invece le sfide o i momenti più emozionanti durante tutta questa attività, quali sono stati? Ecco, le passo sicuramente il prof Perrone, che ha avuto modo di lavorare con i ragazzi sia della nostra delegazione, ma con i ragazzi di entrambe le scuole nella cucina. Sì, l'impatto in cucina è stato bellissimo per i ragazzi, anche perché non parlavano tutti la lingua italiana, e quindi è stato per loro anche come un gioco lavorare insieme e preparare le pietanze italiane proposte, non solo anche i piatti medievali. Vuole dire qualcosa Alessandro? Chiediamo anche al professor Pareschi. Il gruppo di sala si è distinto per la curiosità, l'impegno che hanno profuso, ecco, nella realizzazione sia del buffet di oggi, ma anche nella preparazione del piatto di ieri, dove i prodotti presentati non erano ovviamente conosciuti, quindi molti di loro hanno preso appunti, hanno in qualche modo anche imparato nuove tecniche di servizio e hanno visto anche con curiosità la parte dedicata all'abbinamento tra i prodotti del territorio e i vini che lo rappresentano, quindi c'è stata un'emozione particolare, una grande curiosità, ecco, in questo che abbiamo svolto in queste giornate. Përgjigjen e pyetjes e marrim nga profesorët të cilat u angazhuan më shumë për pjesën praktike të gjithë aktivitetit, është profesor Perrone, ai i cili i pa të gjithë nxënësit, si ashtu nxënësit e shkollës gjimnazit Themistokli Gërmenja, ashtu edhe ata të shkollës profesionale të shërbimeve, që të gatuanin të gjithë së bashku, normalisht duke qenë se jo të gjithë mund të flisni lirshëm italisht, ka qenë më shumë në formën e një loje për të përgatitur edhe për të servirur të gjitha pjatat e përgatitura nga ata gjatë 2 ditëve të banketit, por gjithashtu edhe profesor Pareski, ai i cili u mor më shumë në përgatitjen e sallave, shtrimit të tavolinave, thotë se ka qenë shumë i emocionuar kur nxënësit të cilët po njiheshin për herë të parë me disa produkte tipike të rajonit të tyre, mbajtën shënime për të njohur dhe për të mbajtur mend të gjitha këto ingredientë, mësuan teknikat e reja të shtrimit, por gjithashtu edhe ishin shumë kurioz të dinin se si përgatitej një tavolinë ose dhe një pjatë në nivel restoranti. Sa e rëndësishme është gastronomia si një mjet i ruajtjes së identitetit culturor? Quanto è importante la gastronomia come un mezzo per preservare l'identità culturale? Beh, qui facciamo rispondere la prof del Torre, che ha fatto una lezione ha tenuto una lezione proprio su questo argomento presso il liceo. Allora, tra i temi che avevamo concordato abbiamo fatto delle scelte ben precise, abbiamo ragionato sul Medioevo e poi sulla modernità, su modernità intesa come rispetto delle norme, sull'inquadramento insomma che c'è in Italia da questo punto di vista, e la difficoltà era trovare un filo conduttore, e il filo conduttore era proprio le origini, quindi origini storiche, che cosa si mangiava in antichità, che cosa è rimasto, come l'abbiamo trasformato. E parlando dell'alimentazione del Medioevo, poi ci veniva in mente, ma ieri sera cosa abbiamo assaggiato, stamattina che cosa abbiamo visto, che cosa proviamo, e quindi questa identità che avevamo
visto arrivare dalle cartine geografiche che abbiamo analizzato per capire i flussi delle popolazioni nella storia nel Medioevo, l'abbiamo ritrovata oggi, quindi vedere come si è arrivati a questa gastronomia, perché quali erano i popoli, è stato molto interessante, dato che tuttora la troviamo nella tradizione, in alcune parti comuni tra Italia e Albania, in altre parti magari un po' diverse, proprio per l'influenza anche di popoli diversi che nel tempo hanno abitato queste regioni. Përgjigjen e pyetjes e marrim nga profesoresa Manuela Del Tore, ajo e cila është marrë pikërisht edhe me disa prezantime dhe disa leksione mbi mënyrën e gatimit dhe mënyrën e gastronomisë, mënyrën se si përdori gastronomia pikërisht në mesjetë, dhe duke analizuar mesjetën edhe kohët moderne, ata janë përpikur që të gjejnë pikërisht një fill lidhës për të analizuar edhe normat apo mënyrën se si ne ushqehemi dhe se si disa pjata mesjetare apo dhe pjata më të hershme kanë arritur deri sot në tryezat tona, jo vetëm në kuzhinën italiane, por edhe në kuzhinën shqiptare. Normalisht nuk janë të njëjtat, sepse ndikimet e ardhjes së popujve të ndryshëm kanë bërë të vetën, por gjithsesi ne shohim se si disa pjata të vjetra, disa pjata mesjetare të përdorura nga paraardhësit tanë kanë arritur deri në ditët e sotme, dhe normalisht kjo është një pjesë e cila duhet mbajtur mend për të kuptuar se si ka ndodhur ky kalimi nga mesjeta drejt modernitetit dhe se ku kemi arritur deri sot. Nëse do të përzgjidhni një moment nga aktiviteti, cili do të ishte ai që do ta mbanit mend gjatë? Se dovete scegliere un momento specifico durante tutta questa settimana, quale sarebbe? Allora, qui interveniamo un po' tutti e quattro con ognuno la propria sensazione. Sicuramente l'arrivo, soprattutto per me e il professor Perrona, che siamo arrivati in macchina percorrendo 1300 km da Udine fino a Corce, compreso il passaggio in nave da Bari a Durazzo. Ecco, l'arrivo, il trovare gli allievi, i docenti, le dirigenti che ci stavano aspettando. Ovviamente poi tutti i vari momenti in cui è stato possibile così essere insieme e scambiarci anche delle opinioni e delle proprie esperienze sul mondo della scuola. Una cosa che ricorderò come unica in questo scambio, perché nel mio lavoro più volte insomma ho partecipato ad attività di questo tipo, la cosa che porterò a casa sicuramente sono i vari momenti in cui poi non ci si capiva come facevamo, come si può fare, insomma ne abbiamo avuti, però ogni momento è stato sempre caratterizzato dalla presenza costante di alcuni studenti che conoscono la lingua italiana molto bene, che si sono spesi all'infinito per risolvere qualsiasi nostra necessità. Veramente un complimento notevole per tutti questi studenti. Sicuramente per me è stato l'appuntamento di oggi, quindi del buffet che in qualche modo concludeva la nostra permanenza qui al liceo, e dare in qualche modo la possibilità ai ragazzi, non soltanto dell'istituto professionale alberghiero ma anche del liceo ginnasio, a condividere questa particolare emozione, quindi la parte anche dell'accoglienza degli ospiti, osservare anche un pochettino molto da vicino come nei dettagli si devono proprio rispettare dei dogmi particolari per quanto riguarda l'accoglienza, e ho visto tanta veramente emozione anche da parte loro e altrettanto da parte nostra, quindi sicuramente il momento migliore anche era proprio questo di quest'oggi. Ho visto tantissimi ragazzi veramente attenti, molto preparati e davvero curiosi. Anche per me in cucina vedere le tecniche che utilizzavano qua i ragazzi e conoscere anche le nuove preparazioni che ho fatto, facendo conoscere nuove ricette e portarle a termine. Për këtë pyetje, ne kishim kënaqësinë që të merrnim përgjigje nga të katër profesorë, duke nisur me drejtorin, zotin Ciro Çotola, i cili së bashku me profesorin Andrea Peronin ju duhej që të përshkruani 1300 kilometra për të
mbërritur deri në Korçë, sepse ata bën një udhëtim me makinë për të sjellë këtu në Korçë të gjitha produktet vendase që ata kishin siguruar për organizimin e javës së kuzhinës italiane në botë, duke përfshirë këtu udhëtimin deri në Bari, më pas me tragjet deri në qytetin e Durrësit dhe nga Durrësi këtu në Korçë, dhe normalisht ishte shumë emocionues si gjithë ky udhëtim, por momenti më i veçantë për drejtorin e Institutit Bonaldo Stringer ishte padyshim momenti i mbërritjes dhe të shihte të gjithë nxënësit dhe profesorët që ishin duke i mikpritur, duke pritur ardhin e tyre, duke i uruar mirëseardhjen në gjimnazin tonë, gjimnazin Themistokli Gërmenji. Për profesoreshën Manuela Del Tore, momenti duke qenë se ajo ka pikërisht këtë profesion, në eksperiencën e saj të mësimdhënies ka pasur shumë momente kur ka udhëtuar dhe ka qenë pjesë e aktiviteteve të tilla, por një gjë që do ta marr me vete edhe në Itali nga kjo eksperiencë ka qenë fakti se si disa nxënës, ndoshta që kishin një njohuri pak më të thellë të gjuhës italiane, janë siguruar që të përmbushnin çdo nevojë të tyre deri në detaj për të siguruar dhe për të bërë ata të ndiheshin si në shtëpi. Për profesorë Alessandro Pareschi, momenti më i veçantë ka qenë sigurisht bufeja, momenti kur i është dhënë mundësisht edhe nxënësve të gjimnazit tonë, përveç nxënësve të shkollës profesionale të shërbimeve, të merreshin me përgatitjen e pjatave, me shtrimin e tavolinave, me mikpritjen e mysafirëve, por mbi të gjitha të mësonin edhe teknika të reja të përdorimit ashtu dhe si në restorante. Ndërsa për shefin Andrea Perone, sigurisht momenti i kuzhinës, i përgatitjes të pjatave së bashku me nxënësit e të dy shkollave edhe të gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe të shkollës profesionale të shërbimeve ka qenë padyshim njohja me teknikat që nxënësit tanë përdorin ndryshe nga teknikat italiane, por edhe momentet kur profesor Perone u ka mësuar të gjithë nxënësve recetat e reja, dhe këto janë padyshim momente që ata do t'i ruajnë gjatë në kujdes dhe do t'i marrin me vete edhe në Itali. I falenderojmë shumë të gjithë profesorët edhe drejtorin që ishin të ftuar. Vi ringraziamo tutti per la loro presenza. Gjithashtu Diona dhe ty shumë faleminderit. Nga ana tjetër Jona edhe ti ishe pjesë e këtij aktiviteti. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Ashtu si që u tha, është për herë të parë që organizohet një aktivitet i tillë në këtë formë. Unë që në vitin e parë kam qenë pjesë e aktiviteteve që ne organizonim për javën e kuzhinës italiane në botë, por asnjëherë më parë nuk është realizuar diçka e tillë që ne të kemi një delegacion nga Italia me profesorë dhe me studentë, dhe pikërisht unë pata fatin që dhe t'i presa ata në aeroport, të shkoja ti merja, dhe takimi i parë normalisht ishte pak indrojtës, se ne nuk njiheshim më përpara, dhe ishte një takim të cilin unë do ta mbaj mend pikërisht për afrimitetin e menjëhershëm që studentët italianë por dhe profesorët të treguan me ne, se sa të thjesht ishin ata, pra mund të mendosh që ata janë nga një kulturë ndryshe, nuk janë si ne, por mënyra dhe përshtatja e tyre ishte menjëhershme dhe kjo na bëri edhe ne të ndiheshim shumë të lidhur me ta. Pastaj kanë qenë 3 ditë impenjative, shumë impenjative në maksimum. Ne na duhej që të shkonim sa nga shkolla jon, pastaj tek shkolla e shërbimeve për të përdorur mjediset aty dhe për të gatuar, por që për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur që të jemi pranë profesorëve italianë, të mësojmë teknika të ndryshme të përgatitjes pjatave mesjetare dhe pjatave tipike italiane, por gjithashtu edhe të qenit pranë studentëve italiane për të njohur atë realitetin, mënyrën e tyre të jetesës, edhe se si ata e konceptojnë pikërisht të gjithë këtë aktivitet. Ka qenë një ndjesi shumë e bukur që të jemi pranë miqve tanë, moshatarëve tanë të një kulture të huaj që mund të them është bërë tashmë si kultura jonë për ne nxënësit e seksionit të gjuhës, dhe pikërisht ka qenë një përshtatje, siç e thash, shumë e shpejtë dhe ishim vërtet shumë të lumtur të gjithë. Unë nuk pata mundësinë që të mikpres në familje një nga studentët, por ama ishim të gjithë të bashkuar për gjatë gjithë ditës, edhe vetëm pjesa e gjumit në antau, sepse pjesa tjetër ishim të gjithë së bashku, kështu që është një eksperiencë që do ta mbaj me vete gjithmonë, ashtu si profesor dhe si student italiane, edhe unë do kem tek vetja ime i gjurmë nga kjo eksperiencë. Andona, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Shumë faleminderit dhe për ndihmën. Faleminderit, kënaqësia ime. Miq, ne do të rikthehemi në studio, pas pak na ndiqni.
Miq, jemi rikthyer sërish në studio dhe tani këtë radhë kemi Maria Rosaria Mormone, koordinatoren e seksionit të gjuhës në qytetin e Korçës, dhe një nga personat që e bëri të mundur këtë bashkëpunim. Gjithashtu në studio kemi dhe Hamdionën, nxënëse e Gjimnazit Themistokli Gërmenji, e cila ka qenë dhe pjesëmarrëse në këtë aktivitet, por do na ndihmojë dhe sot me komunikimin. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje. Përshëndetje. Si lindi ideja për të realizuar këtë bashkëpunim ndërmjet 3 shkollave në Shqipëri dhe në Itali? Come è nata l'idea per realizzare questa collaborazione tra le 3 scuole in Italia e anche in Albania? Gli insegnanti di italiano all'estero non hanno soltanto il compito di diffondere la lingua italiana, ma anche quello di diffondere la cultura italiana. Ho pensato che sarebbe stato bello diffonderla in maniera diversa, non come un'idea commerciale, ma soprattutto come un'idea formativa e didattica. Certamente non è stato semplice iniziare questo grande lavoro, però insomma l'idea è nata così un po' per gioco e poi è diventata molto concreta, ma è diventata concreta soprattutto grazie alla scuola italiana che è l'Isis Bonaldo Stringer di Udine, senza la quale l'idea non sarebbe diventata concreta. E quindi colgo anche l'occasione per ringraziarli moltissimo per tutto quello che hanno fatto in questi giorni, prima e fino ad oggi, che hanno organizzato veramente una cosa grandissima che non si era mai vista prima, perché è la prima volta che la 10ª edizione della settimana della cucina italiana del mondo viene organizzata in questo modo, quindi il mio grazie va a loro, oltre che al liceo che l'ha ospitato e alla Sherbim, la scuola professionale che ha contribuito. Mësuesit italian të cilët vinë për të dhënë këtu mësim, siç është në rastin e profesore Marias, nuk kanë si qëllim vetëm për të mësuar gjuhën italishte, por kanë si detyrë edhe të shpërndajnë kulturën italiane dhe mënyrën e jetës italiane. Dhe kështu lindi dhe ideja për të sjellë diçka ndryshe në edicionin e 10 këtë vit të javës së kuzhinës italiane në botë, për të sjellë diçka ndryshe në të cilën nxënësit nuk do të mësonin thjesht me atë idenë siç ishte tregtare deri në këto momente, pra më përpara është realizuar thjesht një banket me të gjithë nxënësit e shkollës, ku nxënësit kishin mundësi të blinin disa nga gatimet që vetë në nxënësit e seksionit i gatuani. Dhe në këtë mënyrë, duke sjell një gjë ndryshe, një gjë unike që bëhet për herë të parë në qytetin e Korçës, profesore Maria dëshironte që të shpërndante pikërisht kulturën italiane, ashtu siç duhet të jetë vërtet, dhe profesore Maria kërkon që të falenderoj edhe shkollën Isis Bonaldo Stringer, shkolla profesionale e Udines, pa të cilën nuk mundi ishte realizuar as pak ky problem që lindi krejt natyrshëm dhe më pas u bë diçka shumë konkrete, ashtu siç ne jemi dhe duke e jetuar në këtë javën e fundit. Kërkon të falenderoj gjithashtu edhe shkollën profesionale të shërbimeve, mikpritjes së cilës na mundësoi që ne të realizonim të gjithë këtë aktivitet kaq të bukur dhe për të gjithë banketin e madh që u bë sot. Çfarë roli ka java e kuzhinës italiane në botë në promovimin e kulturës dhe edukimit përmes gastronomisë? Qual è il ruolo della settimana della cucina italiana nel mondo nella promozione della cultura e dell'educazione tramite la gastronomia? È un ruolo fondamentale perché fare cucina non è soltanto ingredienti, stoviglie, ma è storia, è identità e quindi è un modo per far conoscere l'identità del popolo italiano, quindi la cucina è incontro, è gioia, ma anche conoscenza e formazione, quindi sostanzialmente è questo. Të gatuash dhe sidomos të gatuash ushqimin e një vendi tjetër nuk është thjesht të futesh në kuzhinë dhe të përdorësh disa enë në kuzhinë, por është histori, është takim me breza të shkuar dhe me të gjithë historinë e shkuar, është gëzim, është lumturi sepse ti duke gatuar je në gjendjen që të prekësh nga afër historinë e një vendi, mënyrën se si ata jetonin, mënyrën e jetesës, të mendimit të tyre dhe në përgjithësi të gjithë historinë e tyre, të gjithë historinë e vendit. Cilat ishin sfidat dhe momentet më emocionuesme gjatë organizimit të këtij aktiviteti? Quali sono state le sfide e i momenti più emozionati durante tutta l'organizzazione di questo evento? Sicuramente il momento più emozionante è quando l'Istituto Bonaldo Stringer, nella persona del dirigente, il professor Ciro Ciotola, mi ha detto di sì,
perché non è semplice trovare una scuola disponibile a fare tutto quello che hanno fatto loro. Questo è stato sicuramente il momento più emozionante. E poi naturalmente avere qua la delegazione italiana, perché è una scuola nella quale ho insegnato anche io, quindi per me è stata una gioia e quindi secondo me quello è il momento, aver avuto questo sì e aver concretizzato appunto l'idea e averla fatta diventare realtà in condizioni diciamo non sempre semplici, perché mettere d'accordo tante realtà diverse non è facile e ho avuto un grandissimo aiuto da lui. Momenti më emocionues ka qenë padyshim momenti kur drejtori I shkollës Bonaldo Stringer, zoti Qyrio Çotola, ka dhënë po, pra ka qenë dakord për të organizuar të gjithë këtë aktivitet, sepse pa të cilin dhe pa miratimin e të cilit nuk mund të realizojë diçka e tillë dhe është e vështirë që ti të vendosësh dy shkolla dhe dy realitete së bashku. Por momenti tjetër shumë emocionues është pikërisht edhe momenti kur delegacioni I kësaj shkolle mbërriti në Shqipëri, mbërriti në Tiranë dhe më konkretisht në shkollën tonë dhe ne u njohëm më nga afër me të gjithë delegacionin. Sa e rëndësishme është për nxënësit që përjetojnë mësimin në mënyrë praktike për te klasave përmes eksperiencave ndërkulturore. Quanto importante è per gli studenti di imparare tramite queste attività fuori classe, cioè di imparare tramite la pratica, tramite le esperienze tra tante culture. Tutte le attività che vengono fatte fuori dalla didattica sono fondamentali perché avvicinano I giovani alla scuola, in modo che la scuola non sia soltanto il luogo dove ci sono I libri, I quaderni, le penne, ma è un modo di fare didattica in maniera diversa. E noi siamo qua anche per questo, cioè I docenti della sezione bilingue sono qua per questo, per far avvicinare, fare amare anche una cultura diversa e poi integrarsi, perché poi le culture si devono incontrare, si devono integrare, devono convivere. Është shumë e rëndësishme që nxënësit të futen edhe të marrin pjesë në këto aktivitete jashtë klase për të mos e parë shkollën thjesht si vendin ku ndodhen librat, fletore, detyrat, por për ta parë atë si një vend ku ti, duke qenë se je pjesë e një seksioni, si seksioni dëgjues, të mësosh më konkretisht mbi kulturën dhe mbi realitetin, mbi mënyrën e jetesës pikërisht të një shteti të huaj, një shteti të cilën ti nuk e di se si jeton. Dhe pikërisht një nga synimet e të gjithë mësuesve të seksionit dëgjues është të bëjnë ty ta duash shkollën, por mbi të gjitha të duash edhe kulturën të cilën ti je duke mësuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një fakt tjetër është që profesore Maria ka dhënë mësim përpara tek shkolla Bonaldo Stringer përpara se të vinte në Shqipëri, kështu që edhe për të ishte një kënaqësi shumë e madhe që pikërisht ky aktivitet ndërkulturor dhe jashtë klase të realizohej pikërisht me shkollën ku ajo ka dhënë mësim. Shumë faleminderit që ishit sot këtu me ne, Maria. Faleminderit. Faleminderit Ilva. Faleminderit që na ndihmove në komunikimin. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Shumë faleminderit. Miq, kishim të ftuar Maria Rosaria Mormone, koordinatoren e seksionit dëgjues në qytetin e Korçës. Ne do të rikthehemi në studio. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me Marino Qosen, nxënës të gjimnazit Themistokli Gërmenji. Përshëndetje Marino. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe është gjithmonë kënaqësi të rikthehem. Dhe gjithashtu në studion paralele kemi të ftuar 3 nxënëse nga Instituti Stringer, Suzana Romani, Sofia Faxhani dhe Aisha Diop. Përshëndetje vajza, ciao. Ciao. Si u ndjet kur erdhët në Korçë dhe kur takuat bashkëmoshatarët shqiptar? Come vi siete sentite quando siete arrivati a Korçë e quando siete sentiti quando avete incontrato I vostri amici della vostra età qui in Albania? Buongiorno, l'arrivo qui a Korçë è stato molto bello e siamo stati accolti molto bene dalle nostre famiglie ed è stato un arrivo molto bello. Ka qenë shumë e bukur e gjithare në Korçë, kemi patur një mikpritje shumë të mirë dhe nga familjet pritse. Gjithashtu edhe gjithë kjo eksperiencë është një eksperiencë shumë e bukur. Po për vajzat e tjera duan ta dëgjojnë nga ato eksperiencën si janë ndjer. Anche le altre ragazze. Io concordo con Sofia, è stato molto bello, sono tutti molto amichevoli e ci hanno accolto davvero molto bene nonostante la lunga giornata per venire qua. Dhe unë bie në konkordancë me paraforcen, për shkak se vërtet ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, gjithashtu edhe të rinjt ka qenë shumë miqësor me ne.
Anch'io non posso solo che aggiungere altre cose positive a quello che hanno detto le mie colleghe. E è stato veramente molto bello perché sono tutti molto accoglienti qui e sono molto contenta di essere qua. Dhe unë nuk kam çfarë të shtoj më shumë se mikeshat e mia, thjesht jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Çfarë mësuan nga kuzhina dhe nga kultura shqiptare? Che cosa avete imparato sulla cucina e le tradizioni albanesi? Dhe gjithashtu a provuat ndonjë gatim tradizional shqiptar? E avete provato qualche piatto albanese? Sì, abbiamo provato alcuni piatti albanesi e sono molto buoni e abbiamo imparato alcune cose molto importanti della cucina albanese, ad esempio l'uso delle spezie e mi piace molto la cucina albanese a me. Atëre, thot po që kanë provuar, kanë qenë ushqime shumë të mira dhe kanë mësuar diçka gjëra të rëndësishme si përdorimi i erëzave. Anch'io ho provato alcuni piatti tipici che mi ha fatto provare la mia famiglia ospitante e hanno anche cercato di farmi imparare qualche parola in albanese, ma faccio un po' fatica in realtà. Suzana thot që familja Prici kanë treguar disa pjata, por gjithashtu kanë tentuar të mësojnë dhe fjalën në gjuhën shqipe, por që ka qenë pak e vështirë për të. Për shembull, una parola che ti viene in mente in albanese o non c'è? Lasciamo perdere. Anch'io ho provato diverse zuppe che mi ha preparato la mia famiglia e ho assaggiato anche il burek che mi è piaciuto molto. Aisha thot që ka provuar purenë. Midis shumë ushqimeve të tjera. Cila ishte receta italiane që ju përgatitet me nxënësit shqiptar? Quali sono state alcune ricette italiane che avete preparato con gli studenti albanesi? Abbiamo preparato l'orzotto di zucca, ricotta affumicata, che è una ricetta tipica italiana, e speck di sauris. Poi abbiamo preparato degli involtini con un salume tipico friulano che si chiama fiocco e al suo interno una crema di formaggio, rucola e noci. Atëherë disa nga gatimet ka qenë orzotoja ose thënë shqip elbi i bërë në formë supe, një pjatë e varfër që na kujton mesjetën. Kanë qenë gatime të ndryshme me tipe sallamesh tipike fruliane nga rajoni Friuli Venezia Giulias dhe gjithashtu një krem me djathë, lajthie dhe rukola. Pati ndonjë sfida apo moment qesharak gjatë kësaj eksperience që ju patët? C'è stata una difficoltà, un momento divertente durante tutta questa esperienza? Ci siamo divertite molto cucinando con gli studenti albanesi perché ci sono stati dei momenti dove abbiamo riso, però ci sono state alcune difficoltà magari nel capirci, però per fortuna avevamo degli interpreti che ci aiutavano molto. E gjithë kjo eksperiencë në fakt ka qenë shumë argëtuese, në fakt po kemi patur dhe momente vështirësie ku kanë qenë momentet për të kuptuar me njëri tjetrin, por falë përkthyesve ka qenë më e thjeshtë. Dhe unë këtu dohet flisa pak edhe për eksperiencën time si përkthyes, ka qenë e tmerrshme, duke qenë se kuzhina vetë është një kaos, aq më tepër që ti je edhe në një gjuhë tjetër, të ndjekësh qoftë shefin, qoftë nxënëset lart e poshtë për kuzhinë, është goxha e lotshme, por edhe e vlefshme, sepse e mëson veten të punosh në presion edhe në stres. Nuk besoj se është era jote e parë që si përkthyes. Po. Jo, nuk është era e parë, por çdo herë varet nga personi sa si flesa shpejt flet edhe kështu bën edhe një fiskulturë të mendjes. Jemi mësuar, besoj se s'ka problem tani. Çfarë do të mbani mend nga kjo eksperiencë vajza, më shumë se sa gatimi? Che cosa porterete con sé? Porteremo sicuramente alcune ricette tipiche albanesi e appunto l'utilizzo delle spezie e siamo stati accolti molto bene, quindi cercheremo di fare le stesse cose con voi sicuramente e vi aiuteremo molto allo stesso modo che voi avete fatto con noi. Thot që do të marrin me pa për s'ka problem. Më falë. Jo, nuk ka problem, mirë për kthimin e parë. Atëherë Sofia thot që do të marrin me vete disa receta shqiptare që ju janë mësuar, sigurisht edhe përdorimin e erëzave, por që të njëjtin gjë që pritet të bëjmë edhe ne në Itali, ato do të jenë duke na ndihmuar në një mënyrë. Ma qualcosa dopo il cibo? Qualcos'altro? Le tradizioni che avete comunque e la città è stata molto bella anche, l'abbiamo visitata grazie alle nostre famiglie e mi sono trovata molto bene.
Thotë që dhe pjesa e qytetit është shumë e bukur që kanë vizituar me familjet apo traditat që kanë parë këtu do t'i marrin me vete të gjitha në Itali. Le altre ragazze cosa dicono? Io sicuramente mi porterò dietro il calore della popolazione perché siete davvero molto, molto gentili, molto cordiali, sempre disponibili per aiutarci. Suzana thotë që do të marrë me vete ngrohtësinë e familjeve dhe të njerëzve që janë këtu sepse jemi një popull shumë dashamirës, gjithmonë për të ndihmuar të tjerët. Po. Io mi sono sentita subito a mio agio, come se fosse a casa mia, appena venuta a prendermi la famiglia, quindi concordo e condivido quello che ha detto Susanna e siete veramente tanti cordiali e ospitali. Jeni shumë ikpritës dhe unë jam ndjerë këtu si në shtëpinë time. Jam ndjerë shumë rehat. Thotë Aisha. Kur të riktheheni përsëri në Itali, çfarë do të tregonit miqve tuaj për eksperiencën tuaj në Shqipëri? Racconterete questa esperienza ai vostri amici in Italia? Cosa direbbe a loro? Certo, assolutamente che glielo racconteremo, soprattutto grazie a voi per averci ospitato e tutto quanto. E sicuramente gli racconteremo come ci siamo trovati bene e racconteremo della città. Patjetër që po që do t'ju tregojmë se sa mikpritës keni qenë, sa të mirë keni qenë me ne, gjithashtu edhe për qytetin e Korçës. Gli altri cosa dicono? Anch'io sicuramente racconterò alla famiglia e ai miei amici di questi 4-5 giorni e sicuramente raccomanderò loro di venire a visitare l'Albania per capire quanto veramente siete disponibili e cordiali. Suzana thotë që do t'ju tregoj patjetër për miqtë, për familje që janë shumë mikpritëse, shumë njerëz të mirë, por edhe do t'ju sugjeronte që të vini në Shqipëri për të bërë turizëm dhe për ta zbuluar më shumë si vend dhe për t'ju zbuluar ju në të vërtetë se çfarë njerëz të mirë jeni. Anch'io ho già comunque chiamato i miei amici e raccontato di questa esperienza perché comunque in poco tempo si sono creati dei rapporti che spero e speriamo di tenere e mantenere nel tempo. Unë kam folur gjatë kësaj periudhe me miqtë e mi dhe ju kam treguar pothuajse çdo gjë, por ajo shpreson që këto miqësi që u krijuan gjatë këtyre ditëve të mbahen për një kohë shumë gjatë. Vajza, shumë faleminderit që date eksperiencën tuaj me ne. Ju urojmë shumë suksese. La ringraziamo tantissimo per aver condiviso la vostra esperienza con noi e vi auguriamo successi. Grazie mille a voi, vi auguriamo altrettanto. Grazie altrettanto. Faleminderit ju dhe ju urojmë dhe ju gjithashtu. Grazie. Marino. Ti e përmende që për ty puna si përkthyes ka qenë pak torturuese. Ka qenë torturë e bukur, e thënë kështu. Po vetë për aktivitetin, si ka qenë eksperienca jote përveç përkthimit? Ka qenë një nga aktivitetet më të bukura që ne kemi organizuar, sepse siç edhe përveç përkthimit ka qenë goxha intensiv si aktivitet, mes leksioneve që ishte shumë të vlefshëm për informimin rreth ushqimit të mesjellët apo dhe zonës së Friuli Venezia Giulias. Gjithashtu ka qenë shumë i rëndësishëm sepse të punuarit në kuzhinë, i drejtuar nga një shef kuzhine siç ishte profesor Perone, ishte një eksperiencë fantastike, edhe pse në disa momente mund të kemi ndjer lodhje apo frustrim gjatë punës, pas kur reflekton me veten e kupton që ka qenë e domosdoshme dhe për të ardhmen. Sepse ke fituar një kulturë personale, ke fituar aftësi të reja, të cilat kujt mbas edhe më të duhen. Marino, më thua një moment nga aktiviteti që ka qenë më i bukur për ty dhe që mbas të ta mbash me gjithë jetën tënde. Këtë më kapet pa ngushtë të thënë të vërtetë. Sepse si herën e kaluar kur isha për Cekinën që thash i gjithë procesi, edhe këtu pothuajse i gjithë procesi ka qenë, por nuk duhet të mbyllem gjithë moment me këtë përgjigje, kështu do të mundohem të zgjedh një moment. Marino, shumë faleminderit që ishe këtu sot me ne dhe shumë faleminderit për ndihmën. Faleminderit dhe ju, ishte kënaqësia ime. Miq. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë në këtë diskutim të bukur dhe frymëzues. Java e kuzhinës italiane nuk është vetëm një aktivitet gatimi, por një urë që lidh kultura, tradita dhe miqësi. Por mbi të gjitha të rinj dhe me të ardhmen. Kemi folur me mësuesi dhe drejtorin e Institutit Stringer, por gjithashtu dhe nxënës të këtij instituti. Dhe gjithashtu nuk mund të harojmë pa përmendur dy nxënësit e gjimnazit Themistokli Gërmenji, të cilët e bën diskutimin ton sot shumë herë më të lehtë. Deri në episodin e radhës, na ndiqni.